Ajo ra në gjumë, në Balt, para 10 njerëzve në Ysberisht. Një milionere afrikane, me duar që i dridheshin, po i lutej një djalë shqiptar. Kelmor, të lutem më dëgjo. Unë s'kam ardhur për parat, kam ardhur për ty. Njerëzit ngrihen. Disa nisën të filmonin, disa të tjerë fishkëllenin. Të moshuarat shikonin nga balkonet e përshpëritnin. Si përfundoi një grua e tillë këtu? Çfarë i ka bërë djali unë? Por askush nuk e dinte të vërtetën. Askush nuk e dinte çfarë kishte ndodhur natën kur ajo u zhduk. Askush nuk imagjinonte sakrificën që e çoi deri në këtë moment. Dhe tani, të gjithë e prisnin përgjigjen e tij. Mirë se vini në histori të vërteta. Nëse doni të dini pse një grua milionere u gjunjëzua për një shqiptar, abonohuni dhe ndizni sinjalizimet, sepse kjo histori sapo fillon. Kelmor Vokri e ndjeu të ftokin e mëngjesit si thik në lëkur, ndërsa hapi derën e furrës te pazari i ri. Ishte ora 04:27 dhe Tirana ende fle, por ai jo. Ai nuk ishte fjetur normalisht prej muajsh. Duart i dridheshin nga lodhja, por ai mbante të mpira mbi brumin e ngurtë, duke përgatitur byrekët që të shiteshin më vonë. Kur ora u bë 07, ai doli jashtë, mori motorin e vjetër dhe nis punën e dytë, shpërndarjen e ushqimit. Në Ysberisht, të gjithë e njihnin motorin e tij nga zhurma e çuditshme që bënte. Fëmijët qeshnin gjithmonë, por ai vetëm buzëqeshte hidhur. Nuk ishte zhurma që e shqetësonte, por fakti që mund të ndalej për gjithmonë çdo ditë. Në xhep kishte vetëm 540 lekë, sa për një drek të varfër, byrek me spinaq dhe një jogurt të lirë. Por Kelmori nuk ankohej, kishte mësuar ta hante varfërinë me heshtje. Kur u kthye në shtëpi pas turnit të parë, dera e vjetër e apartamentit u hap me zhurmë. Brenda, në dhomën e ndenjës, mbretëronte një qetësi që e gërryente shpirtin. Babai, Shkëlzeni, ishte ulur në shtrat, me një gjysmë lëkure që nuk lëvizte më prej goditjes në tru. Sytë e tij të lodhur e ndiqnin birin me një lloj faji që as sëmundja se shpishgonte dot. Nëna, Rushdia, po paloste rrobat e lagura me duar që dridheshin nga artriti. Kishte filluar të punonte fshehurazi për të mbledhur pak para, por çdo lëvizje i jepte dhimbje. Mbi tavolinë ishte një zarf i bardhë, ai zarf që askush nuk donte ta shihte. Kelmori e mori me ngadalë, e hapi dhe fjalët i goditën siç e ka në kraharor. Njoftimi i fundit. Pagesa duhet bërë brenda 48 orëve. Përndryshe, prona do të konfiskohet. Ai uli kokën. Për një moment i u duk sikur ajri mungoi. Nëna i afrohet me hapa të ngadalë dhe i thot: "Bir, mos e marrim shumë për zemër, ndoshta na japin edhe pak kohë." Por as vet nuk e besonte. Zëri i saj u dridh në mes të fjalisë. Në atë çast, motra e tij Vjolca doli nga dhoma me sytë e skuqur. Ajo kishte marrë një email atë mëngjes. Ndërprerje studimesh, tarifat e papaguara, nuk mund të vazhdoni. Ai e shikoi. Ajo buzëqeshi me zor, si gjithmonë kur donte ta mbronte. "Ndodh, nuk është fundi i botës", tha ajo, por zëri i saj u thye si gjelq. Ai nuk foli, sepse ai ishte i vetmi që duhet i mbante të gjithë, por ai vet po korrysej nga barra. Pasdite kur ai u nis sërish me motor për turnin e dytë, shi filloi të binte. Rrugët u mbushën me pelgj. Motori rrëshqiti disa herë. Ai ishte i lodhur, por nuk ishte luksin të pushonte. Në kryqëzimin e liçenit artificial, ai ndaloi pak për të thithur frymë. I u duk sikur qyteti i të kishte harruar, sikur ishte vetëm një hije që lëvizte mes makinave. Ai mbylli sytë për një çast dhe mendoi: "Si ka mundësi që jeta ime u kthye në një luftë që nuk po e fitoj dot?" Por ai nuk e dinte se pikërisht aty, në atë vend, vetëm disa orë më vonë, do të takonte dikë që do t'ia shkatronte rutinën, dhimbjen, varfërinë dhe gjithë botën e tij të vjetër. Një grua që vinte nga larg. Një grua që ai nuk ishte menduar se do të ekzistonte në jetën e tij. Një grua që do e fuste në një marrëveshje të çmendur. Kjo ishte vetëm nata e fundit e qetësisë para stuhisë. Shiu vazhdonte të binte si një perdë gri mbi Tiranë, duke e kthyer rrugën e liçenit artificial në një pistë të rrëshqitshme. Pemët tundeshin butë nga era, gjethet ngjiteshin në asfalt dhe ajri mbante aromën e lagështisë së dimrit. Kelmor Vokri e njihte mirë atë zonë, ishte rruga ku shpesh ndalte motorin për të marrë frymë, por sot lodhja ja kishte turbulluar shqisat. Motori i tij i vjetër dridhej nën të. Të gjithë në lagje e dinin që motori ishte fundi i fundit i teknologjisë. Çdo ditë ai duhet lutej që makina të ndiste, që frenat mos e tradhtonin, që ndonjë pjesë të mos i binte rrugës, por sot
Nuk ishte thjesht lodhje, ishte një parandjenjë, sikur diçka po afrohej. Ndërsa kaloi urën e vogël te hyrja e parkut të madh, një makinë i bie boris pas shpine. Kelmori i bën shenjë të kaloj, por shiu e kishte bërë rrugën të rrezikshme. Ai ngadalsoi dhe u zhvendos djathtas, duke kërkuar të shmangte pellgjet. Por në atë çast, papritur, një SUV i zi me drita të forta dhe xhama të errët doli nga parkimi lateral. Shoferi, i zemruar nga trafiku, e shtyu makinën përpara pa parë majtas. Kelmori nuk pati as gjysmë sekondi kohë të mendonte. "Mos, jo!" bërtiti instinktivisht. Motocikleta i rrëshqiti mbi asfaltin e lagur. Gomat fishkëllenin. Uji i ngritur lart i mbuloi këmbët e tij. Ai frenoi, por frenat u kapën keq dhe motori humbi balancën. Trak, bum! Në një shpërthim metalik, motocikleta u përplas fort në parakolpin e SUV-it. Kelmori fluturoi mbi bordh, ra në tokë, u rrëshqit 2 metra dhe përfundoi te rrënjët e një peme. Dhimbja i përshkoi ijet, shpinën, krahët. Për pak çaste, dëgjoi vetëm zhurmën e shiut mbi tokë. Pastaj, zërat. Dikush bërtiti: "Shiko çfarë bëri ky idiot, e dëmtoi makinën e shefes." Kelmori hapi syt me vështirësi. Shoferi, një burr i gjatë me muskuj, me një fytyrë të ashpër, erdhi me hap të vrullshëm. Fytyra e tij ishte e kuqe nga nervat. "Po je normal ti? A e di sa vlen kjo makinë? A e di kush është brenda?" Kelmori u përpoq të ngrihej, por këmbët i dridheshin. "Zotrin, nuk pash që dollët." "E kuptoj," ndërpreu shoferi me furi, "se ti je një hiç, një djalë me motor të prishur që s'din ku t'i shohin këmbët." Kalimi njerëzve u ngadalsua. Disa kthyen kokën, disa nisën të filmonin. Në Shqipëri nuk kalon askush pranë një incidenti pa bërë video. Kelmori e ndjeu fytyrën t'i diqte nga turpi. I dukej sikur gjithë jeta e tij, gjithë varfëria e tij, gjithë padrejtësia që kishte mbledhur në gjoks, po shtrihej në trotuar para të gjithëve. Por atëherë, ndodhi ajo që askush nuk e priste. Derën e pasme të SUV-it e hapi ngadalë një grua. Jo një grua e zakonshme. Ajo ishte si një pamje që nuk i përkiste shiut, errësirës dhe rrugës së lodhur. Amira Diallo doli me një elegancë që e ngriti atmosferën. Palto e bardhë, shamik e artë, flok të lidhura lart, fytyrë e qetë, e fortë, e paprekur nga stuhia rreth saj. Shoferi me një herë ndryshoi tonin. "Zonja, më falni, por ky djalë..." Ajo ngriti dorën lehtë. Vetëm një lëvizje dhe ai heshti. Amira ju afroa Kelmorit duke e parë drejt në sy. Ishte një vështrim që nuk e gjykonte, nuk e përbuzte, nuk e talte. Ishte i pastër. Një vështrim që Kelmori nuk e kishte parë prej shumë vitesh. "A jenë lënduar?" pyeti ajo me zë të butë por të sigurt. "Jo, më shumë u tremba," e përgjigja ai, edhe pse dhimbja i përvelonte shpinën. Ajo u ul, kontrolloi dorën e tij, pastaj këmbën që ai mbante me dorë. "Duhet të shohësh një mjek dhe shoferi im ka dalë me agresivitet. Më vjen keq." Shoferi uli kokën si student zën ngushtë. "Zonja, ai e dëmtoi makinën." "Makinën do ta rregulloj unë," tha ajo prerë. "Motorri i djalit është mjeti i tij i punës. Atë do ta rregullosh ti." Shoferi ngriki syt i trunditur. "Unë? Po, dhe do të më merresh në telefon kur t'jetë gati." Ajo nxori telefonin, bëri një telefonat të shkurtër, pastaj u kthye te Kelmori. "Si e ke emrin?" "Kelmor," tha ai.
U ndjeu fëmijë para saj. Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje që ndjente peshën e botës, por nuk bryej. Unë jam Amira. Le më duk sot se fati nuk ka qenë në anën tënde. Ajo hodhi syt nga motori shkatruar. Por unë mund të jem. Në atë moment, shiu duket si kur ra më ngadal. Disa njerëz pushuar së filmuari. Edhe shoferi nuk fliste më, sepse diçka e pashpjegueshme kishte ndodhur. Një djali thjesht nga Ysberishti dhe një grua e fuqishme nga një kontinent tjetër u përplasën në mënyrën më të çuditshme, më të gabuar dhe megjithatë më të saktë të mundshme. Kelmori nuk e dinte, por ai aksident nuk ishte një fatkeqësi. Ishte dera. Ishte fillimi. Ishte pika ku fati I tij ndryshoi drejtim. Ai vetëm nuhati lehtë aromën që vinte nga palltoa e tij, një aromë oqeani të largët dhe për herë të parë në muaj, ndjeu se po merrte frym. Kjo grua, kjo e huaja misterioze, ky aksident I çuditshëm, do t'i hidhte flakën gjithë jetës së tij të vjetër. Kelmori nuk e kishte përmendur kur aksidentin e asaj dite, as te familja, as te fqinjet, as te vetja. Sikur po ta përmente do dukej sikur ajo grua misterioze, Amira, ishte vetëm një iluzion që erdhi me shiun dhe iku me erën. Ai nuk priste ta shihte kurrë më. Por jeta e kishte ndërmend diçka më të madhe. Ishte një pasdite e zhurmshme në rrugën Myslim Shyri. Trafiku rrinte I bllokuar, njerëzit vraponin me qese ushqimesh, shitësit e lulishteve thristin klientët dhe zërat e autobuseve përziheshin me shinat e biçikletave. Kelmori po çonte një porosi, motorin e kishte lënë pak më tutje dhe priste para një furrë buke duke mbajtur në duar një qese me suflaqe të ngrohta. Mendon të kthehej në shtëpi, të shihte babain, të mbante nënën, por mendimet I ndërpreu një aromë e njohur, një aromë që nuk përkiste me Tiranën, me tymrat, me lagështinë, por me diçka të largët, luksoze, të qetë. Ai ktheu kokën. Ajo ishte aty. Amira Diallo. Në mes të Myslim Shyrit, me një pallto të zezë elegante dhe një shall të artë të lidhur rreth qakës. E shkujdesur, e sigurt, e qetë. Sikur gjithë kaosi I rrugës të hapej përpara saj. Kelmor, e thiri but. Ai u ngri. Nuk e priste. Nuk dinte që të bënte me duart, as me sy, as me frymën. Zonja Amira? Ju këtu? Ajo buzëqeshi lehtë. Nuk më pëlqen t'i lë gjërat për gjysëm, sidomos borxhet. Ai uli syt. Nuk ishte borxh. Ju më ndihmuat. S'duaj të vinit. Kam ardhur për një arsye tjetër. Ai ngrit kokën. Amira bëri shenjë drejt një kafeneje të vogël pas shpine, një vend I thjesht, por me aromën më të fortë të kafes turke në gjithë Myslim Shyrin. U ulën në dy tavolinë ansore, larg syve të njerëzve, por jo aq sa të mos dëgjonin përshpëritjet e të tjerëve. Një grua e bukur e huaj me një djalë të lodhur shqiptar. Lagja nuk lë asgjë pa komentuar. Kamerieri solli kafe, Amira e përzieu me qetësi, pastaj foli. Kelmor, kam një problem që vetëm ti mund ta zgjidhësh. Ai qeshi hidhur. Unë mezi po mbaj veten. Çfarë mund bëj unë për ju? Ajo mbështet pak përpara. Kam nevojë për një bashkëshort. Kelmori u mbyt me kafen. Kolla e tij të roqi vëmendjen e dy tavolinave përreth. Një çfarë? Një bashkëshort, përsëriti ajo, e qetë si gjithmonë. Përkohësisht, vetëm për 6 muaj. Ai ishte ende duke u përpjekur të përpinte fjalitë të thjeshta. Zonja Mira, Ajo e ndërpreu me ton të butë, por të prerë. Kjo nuk ka të bëj me dashurinë, as me marrëdhëniet. Është një marrëveshje. Kelmori ndjeu zemrën t'i rrite në vesh. Po, pikërisht unë. Ato pak minuta që folëm pas aksidentit më treguan diçka të rrallë. Ajo preku filxhanin. Ti je I ndershëm. Nuk më shikove si portofol, nuk kërkove asgjë.
dhe nuk je nga i lloji që shesin veten. Po pikërisht se jam i tillë, nuk mund. Amira e ndërpreu qetësisht. Do të paguash. Heshtja u bë e rëndë, e ftohtë, e rrezikshme. Sa? Pyetja ime zë të pas të padëgjueshëm. 90.000 euro. Filxhani i kelmorit u drodh në duar. Jo, s'është e drejtë, s'është reale. Ai huqi duart nga tavolina sikur ajo shumë para ta diqte si hekurin ngrohut. Por Amira vazhdoi. Kam një kontratë të rëndësishme me një grup investitorësh nga Afrika Verindimore. Ata nuk nënshkurin me një grua beqare. Tradita e tyre nuk e lejon. Nëse nuk martohem, humbas gjithçka. Kelmori u mbështet pas karriges, i tronditur. Po, pse pikërisht unë? Tirana e ka plot burra. Ata do të më përdornin. Ti jo. Ai uli syt, e ndjeu peshën e fjalëve të saj si gur më gjeshk. Përgjigja është jo. Unë nuk mund të blej dinjitetin tim. Nuk do të martohem për para. Amira nuk u zemërua. Vetëm mori frym thellë, e kuptueshme. E dija se do të thoje këtë. Prandaj po them, ajo vendosi mbi tavolinë një zarf të hollë. Mbaje dhe hape vetëm kur të jesh gati. Ai nuk e preku. Ajo ngrit lehtë, mbylli pallton dhe la kafen ftohtë. Do të takoj sërish kelmor. E di. Ajo largua nëpër mysljum shyri, duke bërë njerëzit të kthejnë kokët, duke krijuar një vijë shikimesh kurioztare pas saj. Kelmori mbeti ulur, i ngrirë. Shiu kishte pushuar, por brenda tij një stuhi e re kishte nisur të shpërthente. Atë mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, gjeti nënën duke qarë në heshtje dhe babain të shtrirë pa frym të qetë. Në tavolinë, një tjetër zarf. Nga banka. Konfiskim, brenda 24 orësh. Dhe pikërisht atë natë, Kelmori hapi zarfin që i la Amira. Brenda ishte një kontratë dhe një premtim që mund të shpëtonte gjithë familjen e tij. Dhe kështu, ai që tha jo, u detyrua të shqiptoj fjalën që urrejti më shumë. Pranoi. Mëngjesi nisi me një heshtje të rëndë që dukej sikur varej si mjegull mbi apartamentin e vogël të familjes Vokri. Ora nuk ishte bërë ende 7, por Kelmori ishte zgjuar prej kosh, syti digjnin nga pagjumësia e megjithatë, zemra i dukej sikur nuk e linte të merrte frym. Në dhomën tjetër dëgjohej kollitja e dobët e shkëlzenit. Nëna, Rushdia, i qëndronte pranë, duke i vendosur batanien tek këmbët e mpira. Ajo e dinte saktësisht çfarë do ndodhte sot, por nuk e pyeti djalin. Frika asaj që mund të dëgjonte e shtrëngonte në gjoks. Kelmori u ngrit ngadalë, veshi këmishën e vetme të bardhë që kishte, edhe ajo me jak të konsumuar nga vitet. I vuri pak parfum të lirë, një pikë, sa për të mos shkuar te bashkia me aromën e punës së rëndë. Në kuzhinë, Vjolca po i ngrohte një filxan qumështi. Kelmori e pa motrën dhe mendoi për ëndrrën e saj të ndërprerë. Ai u buzëqeshi me zor, por në sytë e saj fshihej pyetja që nuk guxonte ta bënte. Ku po shkon vëlla? A do kthehesh për drek? E pyeti ajo në vend të kësaj. Nuk e di, tha ai shkurt. Nëna u afrua, ja rregullua jakën e këmishës dhe ja vendosi duart në faqe. Bir, çfarëdo që të ndodh sot, Zoti të ndihmoft. Kaq tha, asgjë më shumë. Taksia erdhi poshtë pallatit në orën 08:15. Shoferi, një burr rreth të 50-tave, e pyeti. Ti je Kelmori? Zonja tha t'ju marr në bashki. Ai vetëm tundke kokën. Rrugës taksia kaloi mes pallateve të vjetra të Ysberishtit. Të moshuarat ulur në stole pan të dy. Dikush prej tyre ngriti vetullat kur pa që Kelmori ishte veshur këmishë të bardhë. Në këtë lagje, edhe thjesht fakti që dikush dilte i rregulluar, ishte arsye për thashetheme. Kur taksia doli në bulevard, qyteti gumëzhdinte. Zëri autobuseve, shitësit ambulant, dyqanet që hapeshin. Tirana dukej në gjendjen e saj më normale, ndërsa Kelmori ndjehej si të ecte drejt një vendimi që nuk e njihte. Në shkallët e Bashkisë së Tiranës, Amira e priste. Ajo ishte qetë, elegante, e veshur me një kostum krem dhe çizme të larta, me një dosje në dorë dhe flokët e kapur lart. Nuk dukej si nuse.
As Kelmori nuk dukej si të ndër. Ishin dy botë të ndryshme që takoheshin në heshtje. "Mirëmëngjes, Kelmor", tha ajo me një buzëqeshje të lehtë. "Mirëmëngjes", u përgjigja ai duke shmangur syt. Ajo e vështroi për një moment të gjatë, sikur donte të kuptonte nëse ai ishte gati. Pastaj tha: "Hajde, ta mbyllim këtë punë." Brenda bashkisë, korridorët ishin të mbushura me çifte të gëzuara, vajza me lule, djem të veshur me kostume të bardha, prindër të emocionuar, të afërmit që qanin nga gëzimi. Kelmori dhe Amira dukeshin si dy hije që lëviznin në një botë të huaj. Punonjësja e zyrës së martesave i priti me një vështrim vlerësues. Lexoi emrat e tyre, pa dokumentet, pa kontratën, pa kompësin. Për 3 sekonda, ajo ngriti vetullat. Pastaj tha: "Uleni këtu, martesa do të kryhet." Në dhomë vetëm 3 karrige, një tavolinë dhe libri i madh i regjistrimit të gjendjes civile, asgjë tjetër, asnjë lule, asnjë flamur, asnjë muzikë. Punonjësja nisi fjalën standarde pa emocione. "A pranoni ju, Kelmor Vokri, të martoheni me zonjën Amira Diallo?" Zëri saj dukej si tingull metalik. Kelmorit i drodhën duart. Ai e dinte që kjo marrëveshje ishte shpëtim për familjen, por gjithsesi, ndjehej si tradhti ndaj vetes. "Po", tha ai me një zë që mexi doli. Pastaj e pyeti Amirën. Ajo nuk hezitoi. "Po." Firmat e tyre u vunë në letër, një firmë që do ta ndryshonte të ardhmin e tij për jetë. Punonjësja mbylli librin, e shtyu drejt anës tjetër tavolinës dhe tha: "Urime, jeni të martuar." Kaq. Asnjë buzëqeshje, asnjë fotografi, asnjë duartortitje. Vetëm dy të rritur që lidhen jetët e tyre për arsye që askush nuk do t'i kuptonte. Kur dolën jashtë, era e freskët e mëngjesit u përplas në fytyrën e Kelmorit. Amira i dha një zarf. "Këtu janë dokumentet e tu, e kemi përfunduar këtë pjesë." Ai mori zarfin pa e hapur. Në atë moment, ai nuk ndjeu as gëzim, as prenari, as frikë, vetëm një vzbrasti që e ngriu gjoksin. Ndërkohë, në yzberisht, eksplozioni kishte nisur. Zamira Pasha, fqinja me gjuhë më të shpejtë se era, e kishte parë Kelmorin të dilte më herët se zakonisht, i veshur si për fest. Ajo nuk humbi asnjë sekond për të vëzhguar përtej peredës së dritares. Kur pa taksin duke e marrë, syt i bërën sa dy fish. "Kelmori!" urliti në balkon të shoqja e saj. "Shikoje pak, doli me këmishë të bardhë, po e marrin në makinë." Me qëra fjala, a i dini kush ishte ajo makina dje? E zezë, e huaj, më duket si ka punë të pista aty. Brenda 15 minutash, 5 gra të lagjes e dinin historinë. Brenda 30 minutash, e dinin 20 gra. Brenda 1 ore, e gjithë lagja e dinte. Kelmori u martua fshehtazi, me një të huaj, me një milionere. Dikush tha se ajo i kishte dhënë 50.000 euro, tjetri tha 200.000, njëri tha se ajo ishte sorcerës, tjetri tha se ajo i kishte bërë magji. Në dyqanin e vogël shitësja tha: "Pas ka gjetë nuse të pasur djali, po e qajnë vajzat e lagjes." Në berberi burrat qeshnin. "Ha, ky Kelmori pas ka qenë i zgjuar, pas ka kapur milioneren." Nëna e Kelmorit u ul në krevat, me sytë mbushur me lot. "O Zot, çfarë do thonë njerëzit për djalin tim?" Vjollca heshti, e ndjente thellë që vllai i saj po e sakrifikonte veten. Ndërkohë, Amira dhe Kelmori po largoheshin me makinë drejt jetës së re. Një jetë që nuk kishte lidhje me botën që la pas. Një jetë ku kontrata, paraja dhe sekreti ishin ligji i vetëm. Martesa u bë, dhe pikërisht në këtë moment, filloi gjithçka. Makina ndaloi para një ndërtese moderne pranë liçenit artificial. Një ndër ato ndërtesa që Kelmori kishte parë vetëm nga jashtë, duke pyetur veten se kush jetonte brenda. Xhamat mëdhenj, drita të ngrohta, gardianët që përshëndesnin çdo makinë që hyri. Kelmori ndjeu stomakun tim pishte. Ai, që kishte jetuar gjithmonë në pallatet e vjetra me suva të rënë, tani po hynte në një botë që nuk ishte e tij. Amira e ndjeu ankthin e tij, por nuk e komentoi. Ajo thjesht tha: "Këtu do rrim përkohësisht. Është më e sigurt dhe askush nuk pyet shumë." Pasi gardiani hapi portën, makina hyri në garazh. Prej andej, një ashensor i madh i çoi në katin e 12. Dyshemeja e korridorit ishte aq e pastër, sa që drita reflektonte si në pasqyrë. Amira e futi Chelsea në derën e apartamentit.
Mirë se vjen në shtëpinë tënde të re, për sa kohë zgjat kjo marrëveshje. Ai hyri nga dal brenda, dhe unë dal. Apartamenti ishte i madh, shumë më i madh se gjithë banesa e familjes së tij. Dritaret e gjëra hapeshin drejt liçenit. Dhoma e ndenjes kishte një koltuk të bardhë, librat ishin të rreshtuar në rafte të rregullta, qirinjtë aromatik lëshonin një nuancë vaniljeje dhe limoni. Në mur, një pikturë e madhe i një peizazhi afrikan. Ishte e bukur, por për Kelmorin ishte e huaj, dhe kjo e bënte të ndihej i vogël. Ai qëndroi në prag dhe nuk bëri asnjë hap. "Hyr," i tha Amira, "nuk të kafshon njëri." Kelmori mburtheu krahët. "Duket sikur s'është e vërtet." Ajo qeshi lehtë. "Asgjë në këtë jetë s'është aq e vërtet sa duket." Në orët e para në apartament mbizotroi heshtja. Jo ajo heshtja e qetë, por një heshtje e ngurtë, e ftohtë, që të bënte të ndiheshe i padukshëm. Kelmori nuk dinte ku të ulej, nuk dinte nëse mund të përdorte banjën, nuk dinte ku të linte xhupin, nuk dinte çfarë të thoshte. Amira në anën tjetër lëvizte me siguri të plotë. Ajo hapi laptopin, nisi të punonte, të dërgonte emaile, të ndiqte grafikët investimesh. Asnjë prej tyre nuk e dinte si të sillej me tjetrin. Një djalë shqiptar me një jetë të thjeshtë, një grua afrikane me pasuri dhe pushtet, në të njëjtën çati, me një marrëveshje që nuk mund të tregohej. Në mbrëmje, Amira u ngrit dhe shkoi në kuzhinë. Hapi frigoriferin, ku ishte produkte të shtrenjta që Kelmori nuk i kishte parë asnjëherë. "Do hash me mia?" pyeti ajo. Ai u skuqi. Jo, mos u shqetëso, ha vet." "Nuk të pyeta nëse të shqetësoj, të pyeta nëse do hash, është ndryshe." Ajo gati e detyroi me shikim të ulej në tavolinë. Për darkë përgatiti një pjatë të thjeshtë, oriz basmati, pul me erza senegaleze dhe perime të pjekura. "Kjo është thjebu i djen, një pjatë tradicionale," i tha ajo. Kelmori mori kafshatën e parë me droj. "Sy imi i zbot. Është shumë e mirë." Amira buzëqeshi lehtë. "Nuk të helmova pra." Ai qeshi pa dashje, dhe për herë të parë nga martesa, tensioni ul pak. Pas darke, Amira u ngrit me një gotë ujë në dorë dhe tha: "Duhet të vendosim disa rregulla për të dy." Kelmori u drejtua. "Së pari," tha ajo, "do komunikojmë si dy të rritur, pa tone të ftohta. Nuk jetojnë në armiqësi." Kelmori tundi kokën. "Dakord." "Së dyti, askush nuk më quan zonjë. Më thirr Amira." Kelmori u hutua. "Po, mirë." "Së treti, unë nuk pushtojnë hapësirën tënde, ti nuk pushton timen. Respektojmë kufirët." "Dakord." "Së katërti, këtë martesë din vetëm një rreth shumë i vogël njerëzish. Nëse dikush merret vesh..." Ajo ndali. Sytë e saj u bën të ftohtë. "Të dy kemi probleme." Kelmori mori frym thellë. "Sekreti është i sigurt." Amira e vështroi për disa sekonda, pastaj pyeti papritur. "Si ndihesh për gjithë këtë?" Ai u ngrit lehtë shupësh, sikur jam futur në një libër që nuk e kam lexuar kurrë. Ajo qeshi për herë të parë natën atë. "Edhe unë." Ditët e para ishin të çuditshme. Amira zgjohej herët, bënte jogging rreth liçenit, Kelmori zgjohej po aq herët, por vetëm për të fshehur faktin se nuk po flinte mirë. Kishte frikë se mund të hapi ndonjë dollap të gabuar, ose të rrëzonte ndonjë enë të shtrenjtë. Ai përpiqej të mos zinte shumë vend. Ajo përpiqej të mos dukej shumë e ashpër. Ata nuk e shihnin njëri tjetrin si bashkëshorte, as si miq, as si armiq. Ishin thjesht dy njerëz që mbanin frym për të mos prishur ekuilibrin. Por diçka ndryshoi një mëngjes. Kelmori gjiti Amirën ulur në verandë, duke parë liçenin. Nuk kishte laptop, nuk kishte telefon, nuk kishte dosje. Vetëm një filxhan çaj. Sytë e saj ishin të butë, sikur ajo nuk ishte ajo grua e hekurt që ai kishte parë deri tani. "Je mirë?" pyeti ai pa menduar.
Ajo e shikoi. Po, vetëm po mendoj. Çfarë? Ajo mori frym ngadalë. Se dy njerëz nga dy botë të ndryshme mund të ndajnë të njëjtën hapësirë dhe të mos dinë si të flasin. Kelmori ul pranë saj. Mund të provojmë të flasim tani. E qeshurja e saj ishte e vogël, por e vërtet. Dhe kështu filloi gjithçka. Pak pa nga, ritualet e tyre u bën më të natyrshëm. Amira e mësoi atë si të përdorte disa pajisje moderne në apartament. Kelmori i tregoi asaj si bëhej kafe turke si e mamit, ajo i dha të provonte disa ëmbëlsira senegaleze. Ai bleu asaj petulla shqiptare nga një dykan i vjetër poshtë liçenit. Një ditë ajo solli lule, një ditë ai pastroi kuzhinën pa e pyetur. Një ditë ajo i tregoi një sekret nga fëmijëria e saj. Një ditë ai i tregoi pse kishte frikë nga spitalet. Tensioni fillestar u tret ngadalë, heshtja u bë më pak e rëndë, dhe kultura që i ndante filloi t'i afronte. Jo si kuft, jo si dashurues, por si dy njerëz që po mësonin se ngrohtësia lind edhe aty ku nuk e pret. Dhe në zemrat e të dyve, pa e thënë me zë, lindi pyetja. Po sikur kjo marrëveshje të mos jetë aq e thjesht sa duket? Shëngjini ishte i qetë atë mbrëmje. Qielli kishte marrë një ngjyrë portokalli të errët dhe deti godiste but bregun. Amira kishte insistuar që dilnin pak në Tirana, të merrnin ajër, të larguheshin nga presioni i marrëveshjes, sekretet dhe sytë e njerëzve. E vetëm për një natë, kishte thënë ajo, për të harruar gjithçka. Kelmori kishte pranuar, edhe pse në zemër ndjente një lloj ankthi që nuk dinte ta shpjegonte, sikur diçka do të ndodhte. Ata ecën në shëtitoren e vogël të Shëngjinit, duke dëgjuar zhurmën e dallgëve dhe aromën e peshkut freskët që vinte nga restorantet. Ishte një natë e qetë. Për herë të parë që nga martesa, ata u ndjenë si dy njerëz normal. Por qetësia nuk zgjati shumë. Rreth orës 10:30 të mbrëmjes, ndërsa po ktheheshin drejt makinës Amires, tre burra dolën nga një rrugicë e errët. Të tri ishin gjatë, të fortë, me kapuç dhe lëvizje që tregonin se nuk ishin aty rastësisht. Njëri prej tyre fliste në frëngjisht thyrë. Zonja Djallo, më në fund ju gjetëm. Amira u ngrirë. Sytë e saj u hapën me panik. Ajo e njohë me njëherë dialektin. Ishte nga Senegali, nga njerëzit e Mamadou Fei. Kelmor, qëndro pas meje, tha ajo duke i kapur krahun. Por Kelmori nuk lëvizi. Burri i parë hodhi kapuçin pas. Fytyra e tij ishte ashpër, me një shenjë të thellë në faqe. Mamadou dërgon për shëndetje, tha ai me një zë të ulët. Ai thot që koha jote ka mbaruar. Ktheu në Dakar. Amira hapi gojen për të folur, por ai e ndërpreu. Dhe lëre këtë shqiptar, nuk e nevojë për të. Ai është askushi. Fjalët i ran Kelmorit si thika. Ai nuk e dinte historinë e plotë të Amires, por e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht kërcënim. Ishte diçka më e madhe, më e rrezikshme, më e thellë. Burri i dytë bëri një hap përpara dhe u përpoq të kapte Amiren për krau. Hajde me ne, tani. Amira u tërhoq me njëherë, por burri ishte i shpejt. Kelmori pa dorën e tij që zgjatej dhe veproi, si një instinkt i pastër, si diçka që nuk vinte nga mendja por nga zemra. Ai u fut mes Amires dhe burrave duke shtyr fort agresorin. Burri u tërhoq një hap dhe i habitur që një djalë i thjesht i doli përballë. Largohu djalosh, tha i ftohtë. Nuk është puna jote. Kelmori nuk u tërhoq. Sytë e tij ngjanin me dikë që nuk ishte më çfarë të humbuste. Nëse doni ta prekni, tha i ndenjur drejt, kaluat tek unë i pari. Burri i parë qeshi për të shmues. Djal, do të thyem brinjet për këtë. I dyti nxori një armë të hollë metali, jo të madhe sa pistole, por mjaftueshëm e rrezikshme. Një goditje mjafton. Amira bërtiti, jo, mos. Por goditja erdhi shpejt. Burri e shtyu Kelmorin me një forcë të rrethqethetshme. Ai goditi betonin me shpinë dhe ndjeu një dhimbje të therrse që i ngjiti gjoksin. Ai u përpoq të ngrihej, por tjetri i dha një goditje tjetër në brinj. Kelmori u zyt në tokë me dhimbje. Sytë i errëzuan për një moment. Amira u zu në gjunjë pranë tij duke mbajtur në duar. Larët i rrithnin pa kontroll. Sytë e saj nuk ishin më atë ftohtësinë e biznesit, por
Një dhimbje dhe frikë të thellë. Kelmur, shikohem, t'lutem. Por burrat po afroheshin sërish. Zonja, hajde me ne. Ose herën tjetër nuk shpëtoni kaq shpejt. Njëri prej tyre urkur dhe i ra me dorë në fytyrë Amires. Një goditje që e tronditi. Ajo nisi të dridhej. Në atë moment, diçka u thye brenda Kelmorit. Dhimbja fizike u zhduk. Zemra ju mbush me zjarr. Ai ngriti kokën. Mbështeti duart në tokë edhe u ngjit në këmbë duke dridhur. Dhe u hodh mbi burrin më të afërt. I goditi pa menduar, pa strategji, me të gjithë forcën që kishte në trup, me të gjithë dëshpërimin që kishte në shpirt, me të gjithë dhimbjen që kishte mbledhur prej vitesh. Burri i tretë i goditi me grosh në fytyrë, por Kelmori nuk u ndalua. Ai e shtyu, erzoi, u ngrit sërish. Ishte si një kafshë e plagosur që luftonte për dikë më të rëndësishëm se vetja. "Mos e prekni!" bërtiti ai. Pastaj ndodhi ajo që askush nuk e priste. Njerëzit në plazh nisën të afrohen. Dikush bërtiti, "Ore, çfarë bëni? Ndihmoni dikë." Të tjerë filluan të filmonin. Dritat e telefonave ndriçuan fytyrat e agresorëve. Ata i pan turmën që po formohej. Panik i shpejt, frikë e dukshme. Burrat mendosën të largoheshin. "Nuk mbaron me kaq," tha burri me shenjë. "Do të kthehemi." Ata u zhdukën në rrugicë ashtu siç i kishin dalë. Amira u zu pranë Kelmorit duke mbajtur në gjoks. Laret i rridhnin pa kontroll. Sytë e saj nuk ishin më atë ftohtësinë e biznesit, por një dhimbje dhe frikë të thellë. Kelmor, pse bëre? Pse? Zëri i saj nça. Ai medi merrte frym. "Se nuk doja të humbusja," tha ai me zët ulët. Amira vendosi dorën te faqja e tij, duke mbajtur fort, sikur ai të mund zhduke nga ajri. "Asnjë burr në jetën time, kurrë, nuk ka bërë këtë për mua." Ajo qeshi lehtë, me dhimbje. "Asnjë burr nuk të njeh si unë." Ajo ngrit kokën. Sytë e të dyve u takuan. Dhe në atë moment zemrat e tyre u lidhen me një fije që as rreziku, as frika, as kontrata nuk mund të këpundin. Në atë moment nuk ishte më marrëveshje, nuk ishte para, nuk ishte sekret, vetëm dy njerëz. Një grua që pa për herë të parë dikë që mbronte pa interes, dhe një burr që kuptoi se ishte gati të jepte jetën për të. Dhe aty, në plazhin e errët të Shëngjinit, lindi dashuria e vërtet. Tirana ishte e nxehur atë pasdite. Jo nga temperaturat, por nga zhurma, trafiku dhe tensioni që dukej të varej në ajër. Kelmori dhe Amira ishin i thyer prej 2 ditësh nga Shëngjini. Brinjet e tij ende i dhemnin, fytyra i kishte zënë një ngjyrë blu në anë nga goditja, por ai nuk ankonte. Në të kundërt, ai ndihej më afër Amires se kurrë, por ajo ngrohtësi e brisht do të shtypej shumë shpejt. Në mes të ditës, telefoni i Amires ra. Ajo e pa ekranin dhe sytë u zmadhuan. U ngrit menjëherë në këmbë sikur dikush i kishte hequr tokën nën këmbë. "Kelmor, duhet të shkojmë në Plaza Hotel. Tani." Ai ngriti vetullat. "Çfarë ka ndodhur?" Amira nuk foli për disa sekonda. Frymarrja ju rëndua. "Familja ime ka ardhur në Shqipëri." Kelmori u drodh. Ai nuk dinte shumë për familjen e Amires, vetëm që ishin të fuqishëm, shumë të pasur, tradicional dhe se nuk e aprovuan kurrë pavarësinë e saj. Të mos flasim për martesën. "Mirë," tha ai but, "do të vi me ty." Ajo tundi kokën. Duhet. Në Plaza Hotel Tirana shkëlqente si gjithmonë. Recepcioni ndriçuar, mermer i bardhë, klient me kostume të shtrenjta, parfume të forta që përziheshin në ajër. Ndërtesa ishte aq e pastër sa pasqyrimi i dritave të dhimbte syt. Por sapo ata hyn brenda, Kelmori e kuptoi që kjo nuk ishte një vizitë e zakonshme. Në hall, ulur në divanet e lëkurës së zezë, ishin 4 persona, të gjithë me një autoritet që ja ngrinte qimet e trupit. Nëna e Mirës, Fatu Diallo, një grua e gjatë, elegante me flokë të shtrenjta dredha, veshur me një fustan tradicional të artë me motive afrikane.
Fytyra e saj kishte një qetësi kërcënuese. Babai, Musa Diallo. Trupi madh, supe të gjëra, kostum i zi i prerë në Paris. Sy të ngulur që të depërtonin shpirtin. Vlla i madh, Usman, i veshur me një kostum gri, i ftoft sigur. Dhe Tezja, Aisatu, një grua që qartë ishte aty për të ndezur zjarr, jo për ta shuar. Sapo i pan, Vatu u ngrit në këmbë me një shprehje që Kelmori nuk do ta harronte. Epsh për pushtet, për buzë, zhgënjim, zemërim që gati zihen. Amira, tha ajo me një zë që dridhej nga zemërimi i kontrolluar. Na turpërove para gjithë Dakarit. Amira u ngrit drejt, por duart i dritshin. Nuk kam bërë asnjë gjë gabim. Pikërisht në atë moment, sytë e nënës u kthyen tek Elmori. Ajo e masi nga kokat e këmbët. Veshjen e thjeshtë, këpucët e konsumuara, duart e ashpra, shenjën blu në fytyrë. Ajo ngriti vetullën, si të shihte një insekt. Ky është... pyeti me neveri. Ky është i shoqi, tha Amira duke i mbajtur kokën lart. E gjithë familja u ngrit në këmbë si në një reagim të programuar. Usmani qeshi i pari, një qeshje talluese i ftohtë. Ti u martove me një shofer motori. Kelmori ndjeu fytyrën ti nxehej. As Amira nuk foli, por në sytë e saj pa frikë dhe dhimbje. Tezja i Satu u hodh një për një me njëherë. E ke seriozit? Nga gjithë burrat në Afrikë ti zgjodhe një djalvorf shqiptar? Ajo u afrua aq shumë në fytyrën e Amirës, sikur do ta godiste. Kjo është poshtrim për gjakun ton. Musa, babai, nuk fliste. Ai e shikoi dorën e Amirës, pa unezën e martesës, pasaj pa letrën që ajo mbante ende në dosje. Trego dokumentet. Amira nuk lëvizi. Ju nuk jeni këtu për dokumenta. Jam, tha ai me një ton që mbushte gjithë hollin. Usmani mori dosjen, e hapi, e pa kontratën, vulën, firmosjen, pastaj e hodhi në tavolinë me përbuz. Një martesë reme. Turp për familjen ton. Turp për emrin ton. Pastaj u kthye Kelmorit. Sa të paguaj? Sa i kërkove? 20.000 euro? 30.000? A ke çmim për nderin tënd? Kelmori u ngrit paksa, por Amira e kapi dorën nën këmbë duke i bërë shenjë të mos folte. Tezja? Ndërhyri sërish. Kujt i mendon vete? Të martohesh me motrën time? A e kupton ku ke hyrë? Ne nuk kemi njerëz të lagjes tënde. Holli i hotelit u mbush me njerëz që filluan të kthenin kokën. Disa turistë u ndalën. Një kamarier tentoi të afrojë, por u tërhoq sapo e pa sytë e familjes Diallo. Fatu u kthye drejt Amirës, duke kapur fort nga krahu. Ti je bia ime, nuk të lejon të zhytesh veten në këtë plerra. Ajo shikoi prap Kelmorin. Shikoje pak, shikoje, brinjet nxehura, veshje të lira, fytyra e thyer. Pastaj u kthye nga gacioni i saj. Ai nuk është i shoqi, ai është dëshpërimi jot. Kelmori i diqte gjoksi, sikur gjithë turpi i botës ishte varur në qaf. Ai donte të fliste, donte të thoshte se i kishte mbrojtur Amirën, se i kishte gëzuar për të, se nuk ishte marrë kur një qindark për interes, por asgjë nuk i dilte nga goja. Pastaj ardhi fraza që e shkatroi. Musa u ngrit dhe afrua ngadalë, me hapin e një burri që ishte mësuar t'i nënshtronte të tjerët vetëm me praninë e saj. Ai e vështroi Kelmorin drejt. Sytë e tij nuk kishin as urrëtie, as zemërim, vetëm për çmim të pastër. Ti nuk je askush. Tha Nadal, nuk je njeri për vajzën time. Nuk je niveli saj. Ajo është mal, ti je balt. Amira bëri një hap përpara. Baba, mjaft. Ai ngriti dorën dhe ajo heshti. Dhe më pas, dhe tani largohu, sepse nuk dua të shoh turpin para syve. Heshtje. E rënd, e padurueshme. Kelmori mori frymthell.
Ai pa Amirën. Në sytë e saj pa diçka që nuk e kishte parë kur deri më tani. Frikë të thellë se ai do të ikte dhe nuk do të kthehej më. Ajo tha me një zë të dridhur. Mos ik. Të lutem mos ik. Por ai nuk mund të merrte frym. Nuk mund të qëndronte aty një sekond tjetër. Ai u ngrit, duke mos i parë as në sy. Nuk jam këtu për të marrë nderin e askujt. As për para, as për pushtet. Pastaj pa Amirën për herë të fundit. Sytë e saj u mbushën me lot që ajo nuk i lente të binin. Ai tha vetëm 2 fjalë. Më fal. Dhe u largua. Eci në hol, poshtë shkallëve, derisa doli në rrugë. Frymarrja ju rondua. Gjoksi ju ngushtua, dhe në mes të qendrës së Tiranës, ai u thye. Ai ul në trotuar, duke fshehur fytyrën midis tuarve. Një burr i shkatruar jo nga dhuna, por nga poshtrimi, nga fjalët, nga mënyra si e pan, nga mënyra si e përbuzën, nga frika se ndoshta Amira meritonte më shumë se të qëndronte pranë saj. Dhe atu në rrugën përballë Plaza Hotel, për herë të fundit që nga martesa, Kelmori u ndjeu plotësisht të vetëm. Nata kishte rënë mbi Tiranë, por zemra e Amirës nuk e gjente dot qetësinë. Pas shpërthimit brutal të familjes së saj në Plaza Hotel, pas fytyrës së Kelmorit të thyer nga dhimbja, diçka brenda saj u ça. Ajo nuk do ta linte të ikte. Jo këtë herë. Jo këtë njeri. Në hap të shpejt, me sytë e mbushur me lot, ajo mori taksin dhe i tha shoferit. Në yzberisht, sa më shpejt. Shoferi e vështroi çuditshëm, por nuk pyeti më. Zëri i saj dridhej. Frymarrja ishte e çrregullt. Ajo e dinte. Nëse e humte Kelmorin tani, kurrë nuk do t'ja falte vetes. Yzberishti ishte i gjallë si gjithmonë. Të rinë në kafene, të moshuara që kalonin kohën në përshkallë pallatesh, fëmijë që luanin në parkun e vogël, lagje thashethënash, lagje zemrash të thjeshta, dhe lagja e vetme ku Kelmori ndihej dukshëm. Amira doli nga taksia dhe nisi të kërkonte me sy çdo qoshe, çdo stol, çdo hyrje pallati. Nuk e gjente. Ajo u fut midis rrugicave të ngushta, duke pyetur njerëzit. Ju lutem, keni parë një djalë, i gjatë, i lodhur, me sy të butë, quhet Kelmor. Disa ngritën supet. Disa e pan mosbesueshëm. Disa e injoruan. Por papritur, një djalosh i vogël, rreth 12 vjeç, i tha. Ai pori ulur te shkalla e pallatit vjetër. Atje. Amira u nis me vrap. Kelmori ishte ulur në shkallën e ftohtë të pallatit ku kishte jetuar gjithë jetën. Krahët i kishte mbështetur te gjunjët. Syt i kishte të humbur. Dukej sikur bota e kishte braktisur. Kur ai ngriti kokën, e pa. Ajo po vinte drejt tij. E lodhur, në flokët e çrregullt, me sytë e fryer nga lotët. Jo si një milionere, jo si një biznesmene, por si një njeri i thyer. Ai u ngrit me mundim. Pse erdhe? Pyeti ai me zë që mezi doli. Amira u ndal vetëm 1 metër larg tij. Syt i dridheshin nga njerëkesa emocionale. Erdha sepse ti je i vetmi njeri që më ka dashur pa interes, tha ajo. E vetmja gjë që më ka mbrojtur pa më shitur. I vetmi që ka rrezikuar jetën për mua. Kelmori uli syt. Nuk jam i denj për ty. Në atë moment Amira bëri diçka që askush nuk e priste. Ajo ra në gjunjë, në mes të yzberishtit. Para tij, një urorim e vogël doli nga turma që nisi të mblidhej. Një zonjë tha, "Ore, ajo ra në gjunjë, për djalin ton." Një tjetër burr i dehur pak shtoi. "Qepe gojen, po kjo është shaka." Amira u ngriti sytë e mbushur me lot drejt Kelmorit dhe tha, "Nuk dua para, nuk dua kontrat, nuk dua të shpëtoj biznesin. Dua ty. Kelmor,
Të lutem, mos më lër. Ajo i mori duart me dridhje. Të lutem, më fal. Më fal për familjen time. Më fal që nuk të mbrojta. Më fal që të lash vetëm. Turma u rrit. Të rinë, të moshuara, gra me fëmijë, burra që po pinin kafe, të gjithë nisën të filmonin me celular. Një vajzë tha me zë të lartë: "Shikoni, ajo i bie në gjunjë një djali shqiptar. Ky është moment i rrallë." Një tjetër djalë tha: "Po e duan vërtet? E shikon si e shikon?" Një zonjë e moshuar të një stol mallëngjehet: "Mos u çudisni moj goca. Djemtan janë të mirë, por vetëm kur një grua i shek shpirtin, e kupton këtë." Amira u rrëzua edhe më poshtë duke mbajtur duart e kelmorit fort. Për herë të parë në jetë, dua dikë jo për interes. Dua dikë sepse më shëroj zemën, dhe ai dikush je ti. Kelmori nuk lëviste. Ai nuk merrte frym. Ai nuk e besonte këtë pamje. Por zemra e tij ndjeu diçka që nuk kishte ndjer asnjëherë. Ai u strua në gjunjë përballë saj. Turma shpërtheu në zëra. Disa brollotin, disa qanin, disa bënin video me duar që u dridheshin. Amira vendosi ballën në duart e tij. "Kelmor, unë të dua." Një heshtje e fortë ra në lagje. Ai ngriti fytyrën e saj, e fshiu me të dyja duart dhe tha: "Edhe unë të dua, Amira, me gjithë shpirt." Turma shpërtheu nga të shtit. "Bravo djalë! Kjo është dashuri. Kështu ruhen gratë. Ky është shqiptari që na nderon." Një burrë postoi videon me njëherë në TikTok me titull: "Afrikania i bie në gjunjë shqiptarit. Dashuri më e fortë se paragjykimi." Brenda orës, video kaloi. 40.000 shikime. 100.000. 300.000. 1 milion. Kudo në komente, shqiptarët shkruanin: "Kelmor, jemi me ty. Shqiptarin nuk tradhton. Kjo është dashuri, jo lek." Të rrallë janë djemë si ai. Në gjithë Shqipërinë, Kelmori u bë simboli një dashurie që nuk blihej dot, dhe një gruaje që gjeti vlerën tek njeriu, jo tek pasuria. Dhe aty, në mes të yzberishtit, në ndritat e telefonave, në lotët e Amirës, dy zemra u ribashkuan në mënyrën më të paparë ndonjëherë. Dhe kështu lindi momenti viral që do të ndryshonte gjithçka. Pas natos së yzberishtit, pas lotëve, pas gjynjëzimit të Amirës dhe përqafimit të tyre para gjithë lagjes, Tirana dukej më e butë, ajri dukej më i lehtë, dhe brenda zemrës së Kelmorit, një derë që kishte qenë gjithmonë e mbyllur, nisi të çelej ngadalë. Ai nuk u zgjua si njeri i ri. Jo, plagët ishin aty. Pasiguria ishte aty. Frika se mos nuk ishte i mjaftueshëm ishte aty. Por për herë të parë kishte dritë. Dhe ajo dritë ishte Amira. Ditët pas momentit viral ishin të çuditshme, në mënyrën më të bukur të mundshme. Në yzberisht, njerëzit e përshëndesnin Kelmorin sikur ai ishte bërë pjesë e legjendave urbane. Gratë e lagjes i sillnin ëmbëlsira, burrat i jepnin dorën me respekt, fëmijët i kërkonin foto. Një djalosh i vogël i tha: "O Kelmor, je burr zemre, e lash mësimin për të parë videon 3 herë." Ai qeshi me turp, por Amira qeshi me krenari. Në një kafenet vogël, një burr i moshuar u ngrit dhe tha: "Evlat, dashuria nuk ka ngjyrë, nuk ka lek, nuk ka komb, ka zemër, dhe ti e ke treguar." Kelmori uli syt, i turpëruar. Amira i mori dorën në tavolinë. Por shërimi i tyre nuk ishte vetëm romantik. Ishte praktik, real, gjatë, dhe filloi me familjen e Kelmorit. Një mëngjes Amira i tha:
Sot dua të shkoj të njoh nënën tënde. Kelmori u step. Je e sigurt? Ajo ka mendime të forta dhe thashe themet kanë arritur deri tek ajo. Nuk dua ta stresoj. Amira buzëqeshi me qetësi. Nuk jam këtu për të pëlqyer të gjithëve. Jam këtu për të bërë pjesë e jetës tënde. Dhe kështu bën. Në hyrjen e pallatit, rrobat e lagura vareshin në tel, fëmijët luanin me bicikleta, dhe nëna e Kelmorit, Rushdia, qëndronte në dritare duke pastruar fasulen. Kur pa Amirën, syt u zgjeruan. Ajo u ngrit ngadalë, sikur çdo hap ta peshonte 7 herë. "Ha, mos na ka rënë hëna mbi kokë?" tha ajo me habi. "Ti e Amira?" "Po zonjë, jam Amira. Kam ardhur t'ju falenderoj dhe t'ju kërkoj ndjes." Rushdia ngriti vetullat. "Ndjes? Për çfarë?" Amira mori frymthell. "Për dhimbjen që shkaktova djalit tuaj, për çdo përshpëritje që dëgjuat, për çdo natë që ai ka ardhur në shtëpi i lodhur, i shqetësuar, për shkakun tim." Sytë e Rushdiës u mbushën me lot. "Ti po kërkon ndjes? Në këtë kohë? Po këta të rinj sot nuk din as të falenderojnë jo më të kërkojnë ndjes." Amira i mori duart. "Dua të jem në krah të djalit tuaj, jo ta ndaj, jo ta lëndoj. Dua të ndërtojmë diçka. Së bashku." Rushdia shtheu nga i biri. "A e do?" Fytyra e Kelmorit u skuqi. "E dua nën." Ajo mori frymthell, fshiu syrin dhe tha: "Atëherë hyr brenda. Shtëpia ime nuk të mbyllet ty." Kuzhina e vogël e familjes Vokri u mbush me aroma të reja. Amira solli çaj me erza afrikane dhe ndërsa Rushdia përgatiste byrek me spinaq. Kur i vu në tavolinë, Amira qeshi. "Ky është byreku më i mirë që kam ngrënë në jetën time." Rushdia preku qeninën, e mallëngjyer. "Nusen e djalit tim e kemi të mençur. E kemi të edukuar, e kemi me zemër." Kelmori u nxeu nga turpi, por ndjeu edhe diçka tjetër. Pranimin, dashurinë, qetësinë. Amira e kuptoi. Kjo nuk ishte vetëm një familje që e pranoi. Kjo ishte një kulturë që i hapte dyert, një botë tjetër. Pas familjes së tij, erdhi radha e Amirës. Një ditë në apartamentin e tyre pranë liçenit, ajo e ftoi Kelmorin të shite një ritual të vogël tradicional nga Senegali. Ajo ndezi qirinj aromatik, vendosi një rrobë ngjyrë portokalli në tokë dhe tha: "Kjo është për qetësinë, për faljen, për shërimin." Kelmori uli pranë saj, pa ditur çfarë të thoshte. Amira vendosi dorën mbi dorën e tij. "Kjo është kultura ime. Dua ta ndaj me ty. Dua të mos jemi dy botë të ndara, por një botë e re që krijojmë së bashku." Ai e shikoi me butësi. "Unë nuk di shumë për Afrikën." Ajo qeshi, jo në mënyrë të panjëherë. "Dhe unë nuk dija shumë për Shqipërinë." Ai mori frymthell. "Por dua të më mësosh." Ajo i vendosi kokën në shpatull. "Edhe unë dua." Në ato moment, mes aromës së qirinjve dhe qetësisë së liçenit, dy kultura u bashkuan pa pasur nevojë për fjalë. Dashuria nuk lindi me shpërthim, as me pasion të befët. Lindi ngadalë, si një bimë e butë që kërkon kujdes, si një plag që shërohet ditë pas dite. Në netët e vona, Kelmori i tregonte rrëfime nga fëmijëria e tij, kërrora e ullinjve në fshatin e gjyshit, ditët që punonte në call center, netët kur shite byrek të liçeni artificial për të ndihmuar familjen. Amira dëgjonte me sy të butë. "Ti ke luftuar gjithë jetën, ndaj ke zemër kaq të madhe." Ai e pyeti atë për fëmijërinë e saj në Dakar, për muzikën balaks, për aromën e tregjeve, për festat tradicionale. Ajo qeshi: "Kur të çoj në Senegal, do ta shohësh vetë. Fjalet nuk mjaftojnë." Dhe për herë të parë, Kelmori nuk u friksua nga ëndrat e mëdha. Përpara se të flinin, një natë Amira e kapi nga dora dhe i tha: "Dashuria e vërtet nuk është që t'jesh perfekt. Dashuria është që të shërosh njëri tjetrin." Kelmori preki dorën e saj. "Atëherë, le të shërohemi." Dhe ashtu bën. Në hishtje, në butësi, në kulturë, në gabime, në falje, në përqafime të thjeshta që vlejnë më shumë se çdo unazari. Sepse tani, nuk ishin më një afrikane dhe një shqiptar. As një milionare dhe një djali thjesht. Ishin dy zemra
që kishin gjetur shtëpinë e tyre. Në njëra tjetrën, Beratja të mëngjes duke si një kartolinë e gjallë. Drita e diellit që rëshiste mbi shtëpitë e bardha me çati të kuqe, kodrat e qete përreth, kalaja madhështore që ngrihej krenare mbi qytet. Dukej sikur vetë qielli ishte zbukuruar për një ditë të madhe. Ishte dita e dasmës së tyre të vërtet, jo më asaj martesës së ftohtë, të fshehtë, por një dasëm ku dashuria, kultura, familje dhe zemrat do të bashkoheshin. Amira u zgjua në një vëmë të vogël hoteli, me dritën e mëngjesit që depërtonte nga dritarja mbi fytyrën e saj. Ajo preku fustanin e saj, një kombinim i holl mes stilit shqiptar dhe motivave senegaleze. Fustani ishte i bardhë, me detaja të arta në bel dhe në duar, ndërsa një shall i qëndisur me motive afrikane përshkonte shpatullat. Nëna e kelmorit, Rushdia, hyri ngadalë në dhomë me një buzëqeshje të butë. Moj bi, gati je? Amira u kthye, syti shkëlqenin. Kam pritur këtë ditë gjithë jetën. Rushdia i rregulloi flokët me kujdes dhe tha: Sot, ti nuk je vetëm nusja e djalit tim. Sot je vajza ime, dhe kjo shtëpi e Beratit është shtëpia jote. Amira ju mori duart me butësi. Faleminderit. Që më pranuat, që më deshët. Nga ana tjetër të qytetit, në një shtëpi të vogël të tregtarëve të vjetër, Kelmori po vishej. Vëllai i tij i vogël po i drejtsonte gjaketën tradicionale shqiptare, një kostum i zi i thjesht por elegant, me elek të qëndisur me këmishë të bardhë të pastër. Në bel mbante një brez të hollë të kuq, ndërsa mbi supi i rinte një shall me motive senegaleze. Dhurat nga Amira. Shkëlzeni, babai i tij i lodhur, u ngrit me vështirësi nga karrigja e tij. Afrohu bir. Kelmori u afrua. Babai vendosi dorën në krahor. Ti sot nuk martohesh si djali thjesht. Sot martohesh si burr që e ka fituar dashurinë me gjak, me sakrificë, me shpirt. Jam krenar. Kelmorit ju mbushën syt. Të dua baba. Edhe unë bir. Shko, ajo të pret. Ceremonia u mbajt në kalan e Beratit, në një terracë që shikonte gjithë qytetin nën ta. Karriget ishin të veshura me të bardha e të arta, rrugicat ishin të zbukuruara me petale të rëndafilash. Muzikantët me çifteli dhe daull shqiptare ulnin ritmet e buta, ndërsa nga ana tjetër një grup senegalezësh me daull sabar po luanin ritme afrikane të gëzuara. Ishte një përzierje magjike, një botë vetëm e krijuar prej dy kulturave. I të ftuarit vinin nga Tirana, Durrësi, Jyzberishti, Dakari, Parisi, të gjithë për të parë këtë mrekulli. Fëmijët mbanin flamuj të vegjël shqiptare senegalez. Gratë u lërinin me të qeshura si në dasma tradicionale. Dikush thoshte: "Kjo nuk është dasëm, kjo është histori." Kur erdhi momenti, Kelmori doli në terrasë i mgekur nga muzika e çiftelive. Njerëzit brohoritën. Ai dukej qetë, por në brendësi zemra i rihte shpejt. Por kur u hapën dyert dhe Amira u shfaq, ai e humbi frymën. Ajo ecte ngadalë midis petaleve me fustanin që valvitej butë, me flokët e mbledhura në stil afrikan, me një buzëqeshje të qetë që ja dridhte shpirtin. Ajo dukej sikur ecte mbi dritë. E mbante krahun te Rushdia, një nën shqiptare që po e shoqëronte nusën e djalit saj. Kelmori ndiu një lot të ngrohtë i rrithte në faqe. Kur më në fund Amira qëndroi përballë tij, një heshtje e shenjtë ra në gjithë Berat Kala. Ai i tha me zë të ulët: "Je e bukur." Ajo qeshi: "Ti më bëre kështu." Pastaj, celebratori vjetër beratas, një burr me flokë të thinur që kishte celebruar qindra çifte, por nuk ishte parë ndonjëherë dasëm kaq të pazakonshme, tha: "Sot bashkojmë jo vetëm dy njerëz, jo vetëm dy familje, por dy botë." Njerëzit duartarkisën. Amira mori fjalën e parë, me zë të qetë që dridhej pak. "Kelmor, më mësove se dashuria nuk ka kufi, nuk ka gjuhë, nuk ka racë, as para. Dashuria lind kur dy zemra identifikojnë njëra tjetrën. Ti më mësove çfarë është besnikëria, më mbrojte, më lejove të jem unë, dhe unë do të dua deri në fund." Zëri sa ju thye. Gjithë terracat dukej sikur mbajti frymën. Kelmori mori dorën e saj dhe i tha: "Amira, ti hyre në jetën time si shtumen, por u ktheve në diell. Ti më mësove çfarë është vlera, më mësove se një burr nuk matet me lek, por me zemër. Ti më ke shëruar,
E dua çdo pjesë tënden. Turma qau hapur. Kur ata shkëmbyen urungët, një çifteli dhe një daull sabar luajtën së bashku. Një ritëm që nuk ishte as shqiptare as senegalez, por një këngë e re që njihte vetëm dashurinë e tyre. Shqiptarët thirrën: "O sa mirë me qenë shqiptar." Senegalezët thirrën: "Një far, një familje." Të gjithë u bashkuan në një ritëm të vetëm. Pas ceremonisë, vallja nisi. Fëmijët luanin vallet e Beratit. Gratë shqiptare kërcenin vallin e Tropojës me gratë e Dakari që hidhin shami me ritëm afrikan. Burrat pinin raki dhe birë, duke kënduar refrene popullore. Amira provoi hedhjen e shamis shqip dhe qeshi si fëmijë. Kelmori provoi kërcimin afrikan, duke e humbur ritmin, dhe të gjithë qeshën me të. Por ishte qeshje e bukur, e dashur, e sinqert. Në një moment, Amira u mbështet në gjoksin e tij dhe i tha: "Sot jemi bashku, për gjithmonë." Ai e puthi but në ball, për gjithmonë. Dielli perëndoi mbi kalan. Ngjyrat e qiellit ishin portokalli, vjollës, arr, dritat e vogla të fesës ndriçonin fytyrat e tyre. Kjo nuk ishte thjesht një dasëm. Ishte lindja e një familje të re. Ishte prova se dy kultura larg mund të krijojnë diçka më të fortë se gjaku, se tradita, se paragjykimet. Berati atë natë dëgjoi jo vetëm muzikë, por histori. Një histori që do të kujtohet për vite. Një histori që mbyllet me dashuri, me falje, me dritë, dhe me dy njerëz që e gjetën shtëpinë e tyre te njëri tjetri.